Puna e parë është nëse shkojmë te arsimi janë tekstet shkollore, domethënë është mirëqenia e mësimdhënësve, lehtësimi i punës administrative të mësimdhënësve përmes digitalizimit, kthimi i fokusit tek mësimdhënësat për shkak se janë lënë në front dhe kërkush nuk merret me ta. Trajnimi i mësimdhënësve, përgatitja e tyre, tekstet shkollore, domethënë janë shumë të rëndësishme që duhet me marrë, me përgatitur, me forcu dhe me rishikuar një herë në mënyrë që me mujt me ecë përpara. Thjesht me qenë në krah me mësimdhënësat, thjesht me qenë në krah me nxënësat dhe thjesht me qenë në krah me prindërit e këtyre fëmijëve. Sa i përket teknologjisë, ne duhet me marrë veprime konkrete që kompanive më ndihmu në aspektin e ngritjes të resurseve teknike, por në anën tjetër duhet më ndihmu edhe në ngritjen e qendrave të trajnimit brenda kompanive, ku këtu duhet më lidh edhe sistemi publik, po edhe sistemi privat, duke pas parasysh që disa kompani kanë filluar me kriju qendrat e veta brenda kompanive për trajnime, mirë po ato janë të vogla dhe duhet një shkallëzim. Dhe kjo kishte me qenë në pjesën e ndërmarrësisë, kishte me qenë hapi i parë në përkrajën e tyre në ngritjen e kapaciteteve teknike dhe ngritjen e kapaciteteve humane përmes një platforme krijimi i shkollave brenda kompanive, natyrisht gjithmonë duke bashkëpunuar me shkollat publike. Në rrafshin legjislativ ne duhet me pas ligjin për inovacion dhe inteligjencë artificiale. Ka qenë Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, e cila tashmë veç është mbyll momentin që ka ardhur në pushteti aktual. Ajo duhet më kthy për shkak se nuk kemi ligj për inovacion, nuk kemi ligj për inteligjencë artificiale dhe gjitha kjo duhet më rregullu përmes bazës ligjore, në mënyrë që mos me lënë përmes ligjeve të qarta dhe mos me lënë akte tjera normative që kushdo që vjen pushtet pastaj me i marrë me ndrup. Nëse e ndërtojna ligjin, nëse i krijojna ligjin, atëherë krijojna një siguri më të madhe që me ecë më tutje. Duhet jetë strategjia që ne duhet me pas, duhet lidhet edukimi me këtë pjesën e kësaj këtu. Shteti duhet me qenë njëri prej përkrahësve të startupeve dhe duhet me qenë njëri prej klientëve të parë të këtyre startupeve që ndërtojnë në Kosovë dhe në një farë forme me shfrytëzu produktet e tyre në mënyrë që me përmirësoj jetën e qytetarëve në fushën e teknologjisë dhe në fushën e shërbimeve që duhet ta kemi ne në Kosovë.